qeveria e Kosovës ka përdorur edhe sulme të ndryshme drejtuar sindikatave në mënyrë që të pamundësoj funksionimin e tyre real. Edhe në sistemin e arsimit ka nisur të vrejën këto lëvizje, për shkak se të rinjët kosovar tani më po orientohen më shumë nga profesionet më të shpejta që dërgojnë deri tek një vend i punës. Është vërejt një mungesë e caktuar në disa profile të caktuara të cilat nxjerrin me simptomat të arshëm në treg, profesionet të caktuara do të ketë mungesa, ka filluar të ketë mungesa, mirë po në të ardhmen do të jetë shumë më i theksuar kjo lëvizje, për shkak se të rinjët po përdorin shkollat teknike profesionale, në mënyrë që më shpejt arrinte tregu i punës, mirë po ashtu këto profesione po njihen edhe në vendet evropiane dhe po shihen si atraksion për të ardhur të një pagë më shpejt se sa të studiohet 3 ose 4 vite, pastaj pritet një mundësi për të kthyer në sistemin e arsimit. Edhe në sistemin e arsimit shumë shpejt do të kemi mungesa sa i përket disa profesioneve të caktuara që nuk do të ketë kandidat për të plotësuar ato vende punës. Në cilat profile mendoni? Po në profile të shkencave, pastaj edhe në shkenca shoqërore si në histori, gjeografi e tjerë po vrehet mungesë e stafit ose studentëve të interesuar për të përfunduar këto profile. Po e përmendën disa herë që ka munguar faktikisht dialogu social me këtë vitin e fundit, por edhe paraprakisht. Nëse themi viti i fundit ka qenë blokad, por kanë qenë 4 vite paraprakisht që ne kemi pas institucione funksionale. Çka ka bërë që sipas jush institucionet të mos e kenë parasysh dialogun social, të mos e kenë parasysh dialogun e mërfelt me sindikatat? Ka qenë një moment që nuk është prit nga ana sindikata, sepse tek e fundit dhe sindikatat kanë ndihmuar dhe kanë lobuar që ndryshimet e këtij 20 vjeçari me shpresën që do ndryshohet gjendja. Mirë po ka qenë e pakuptueshme se një qeveri e majt, e cila në aspektin duhet të fuqizojë sindikatat, duhet të shtyjë krijimin e sindikatave, sepse sindikatat luajnë rol të rëndësishëm në mbrojtjen dhe drejtat dhe vlerat e punëtorëve. Për neve ka qenë shumë e habitshme se si qeveria Kurti ka qenë një bllokues e dialogut social, e disa vendime i ka marrë pa miratimin e sindikata apo pa dialogun ose pa komunikimin cilat do të vjente nga baza. Edhe ne si gjitha sindikatat kemi hasë në vështirësi në komunikim të mirëfillt si nga ana e dikasterëve qytetare që është Ministria e Ekonomisë, dinës të cilës i takojmë, po ashtu edhe nga ana e qeverisë, cilat nuk kemi pas rastin ose mundësinë të paraqesim kërkesat apo sfidat cilat po na përcjellin si ndërmarrë apo si kompani, sepse ne nuk është qëllimi me dëmtu kompaninë, sepse pa kompaninë atëherë nuk edhe punëtor, po edhe as pa punëtor as kompania nuk mundet me funksionu. Qëllimi jonë është me gjetë një mes, me gjetë një formulë të funksionimit që me funksionu më mirëfillt duke ndërtuar një stabilitet edhe në mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në punë, duke mbrojtur edhe mirëqenien apo shportin e gjithë atyre të punësuar, sepse po flasim për ndryshime në aspektin e inflacionit në vend, cilin e ka kapluar jashtëzakonisht shumë madh. Po ashtu na pa dashur me u krahasu me profesione tjera, ne si minator i ekspozohemi shumë rreziqeve të papritura, rreziqe nga gazrat helmuese, sepse po punojnë në një thellësi dikon 800-825 metra nën tokë. Edhe normal që jemi të ekspozuar nga smundjet profesionale, këto po na goditin apo po na shkaktojnë probleme shtesë. Mund të themi që edhe kemi mungesë të pagesave të trustit pensional, që është shumë shqetësuese se një pjesë të punësuarve që kanë mbledhur apo kanë grumbulluar për vitet e tëra, tash po dalin në penzion, e cilat nuk po mund të gëzojnë ato, të e morë për faktin sepse kanë përfituar se cili prej minatorëve cili ka punuar një përvojë 40 vjeçare, ka përfituar edhe smundje profesionale, edhe në bazë me anë të kursimeve të trusit ka planifikuar që një pjesë të atyre të ndojë edhe për me u trajtu në aspektin shëndetësor. Është shumë shqetësuese se kjo që ka po ndodh, është shumë shqetësuese se qeveria e Kosovës nuk na ka dëgjuar zonin, sepse tek i fundit me dëgjuar zonën sindikatës do të ndëgjonte zonën e fuqisë punëtore. Po, sipas jush cila ka qenë arsyeja ose arsyet që kanë bërë të mos funksionojë komunikimi i mirëfillt në mes të së-bashkut dhe Ministrisë së Linjës? Pra si që e ceku kolegu, një qeveri që ka nga profili majt, edhe ne kemi pritur një dialog social të mirëfillt dhe të zgjedhjet problemeve bashkërisht me ta dhe të shkojmë pozitivisht përpara, duke marrë për bazë takime që kemi zhvilluar se sindikata
para se të vinë në pushtet, mirë po me rastin e ardhës në pushtet të qeverisë aktuale, sidomos pas greves së vitit 2022, përveç që dialogu social është stoppuar dhe janë barikaduar që nuk kanë pas gatishmëri të ulëm edhe të bisedojmë, qeveria e Kosovës ka përdorur edhe sulme të ndryshme drejtuar sindikatave në mënyrë që të pamundësoj funksionimin e tyre real. Një prej sulmeve konkrete ka qenë edhe çantarsimi gjithë anëtarëve të sindikatave duke u thirrë në një funksionalizimin e një platforme shtetërore që është për e-Kosova. Përmes asaj platforme do të regjistrohen anëtarët të sindikatave në mënyrë që t'ju bëhet ndalesa e kuotizimit sindikal. Mirë po, kur jemi të kjo pikë, jemi vendi i dytë në botë që e kemi një funksionim të tillë që anëtarësimin dhe çantarësimin e anëtarëve të sindikatave e kontrollon qeveria. Turqia është vendi i parë që ka filluar një procedurë të tillë.